Si fillim shim tek pjesa e topic, edhe kena këto opcionin all topics dhe të shfaqin të gjitha topiket, mirë po tash kena këtu mundësi me i kategorizu. E së tash do flasim dhe e marrim topikun e parë, për shembull për copywriting. Në moment kur e marrim topikun e parë për copywriting, shkojmë tek filteri i radhës, edhe këtu tek activity e zgjedhim se për çfarë dëshirojmë konkretisht ta shfrytëzojmë këtë copywriting. Edhe këtu e kena për shembull për gjëra ë të ndryshme për çfarë mund na hinem punë. Ne i ta quajmë me kena një klient, edhe që duhet t'i bëjmë për shembull duhet t'i bëjmë marketing, edhe e zgjedhim këtu marketing, edhe këtu i kena pastaj filterat se cilet promptet na dalin, atë na dalin promptet që janë më të shumë të votume, ose ata që janë më shumë trend, më shumë që kanë pas views-a, ose ata që janë të updateuar më të fundit. Ne i lejmë kështu siç është, edhe këtu e kena modelin se nga cila modeli ChatGPT-s është e krijuar, edhe ne i lejmë këtu not specifik, edhe kjo do na shfaqet gjitha neve pastaj. Si fillim del prompti i parë. Prompti i parë të thot create high converting Facebook ad copy. Këtu çka ndodh? Ti tash e ke marrë klientin edhe për marketing edhe dëshiron t'i bësh Google kështu Facebook Ads, Facebook Meta Ads, edhe tash varësisht se çfarë industri është klienti, ajo është pastaj tjetër gjë. Mirë po në si fillim këtu e kena kategorinë e parë që është janë të renditura si karta, edhe tash secila prej këtyre prapa vi e ka një keyword, një prompt të gjeneruar. Ai prompti e bën një punë të caktuar, e që neve na i lehtëson punën që sa të rinj për shembull ne vetë ta shkruajmë, mirë po këtu e kena të gatshme. E kena të gatshme për shembull për kategorinë Facebook ad copy. A mirë po është normal, është një prompt shumë i fuqishëm. Edhe klikojmë këta tash. Në moment kur e klikojmë, tu pak më poshtë u shfaqet kjo kategoria këtu lart që na tregon se është e klikuar kjo këtu. Edhe tash tu na jep një përshkrim se për çfarë dëshiron ti, domethënë ta bësh këtë copywriting. Të thotë provide the target audience campaign goals edhe product ose services. Të thotë na jep disa detaje për target audiencën, qëllimin e kampanjës se për çfarë e krijon, produktet që i ke ose shërbimet që ti i bën. Unë për shembull dëshiroj ta bëj një shembull konkret për profesionin tim, edhe i them që ok, këtë reklam që do e bëj në Facebook, dëshiroj që ta kem target audience, për shembull marketingun, edhe dëshiroj të kem targetu me shtetet si Shqipëria, Albania, Kosovë, edhe North Macedonia. Edhe shërbimi është SEO services, do të thonë vetëm bëj SEO services, edhe kaq, do të thënë ja japim to si input. Këto janë normal input i thjesht, mirë po ne mund ta bëjmë një input pak më të detajuar, edhe e klikojmë enter. Pasi e klikojmë enter, tash kjo vet prompti do e bënë punën e vet. Tash automatikisht brenda disa sekondave kjo e krijoi një high converting Facebook ad copy, do të thënë një përmbajtje konvertuese me nivel shumë të lartë për të konvertuar, do të thënë audienca. E tash këtu do të thënë ne e lexojmë se për çfarë është bërë fjalë, do të thënë kjo është titulli, edhe këtu e ka nisë do të thënë si një përshkrim për si një problem që hedh, si një pyetje. Edhe këtu i ka fut shtetet, edhe këtu tregon domethënë që si një
call to action, edhe këtu pastaj na tregon se çfarë vizualizimi duhet të bëjmë. Edhe këtu na tregon se duhet krijojmë një vizualizim design, që kur do t'i ndajmë, ta ndajmë në dy pjesë, edhe në anën e majt thot vendose për shembull thot një website me low traffic, në anën e gjatë vendose një website që ka dalë domethënë vendin e parë në Google, edhe domethënë shkruaj një titull bombastik, për shembull prej në zero deri domethënë deri në vendin e parë në Google. Domethënë kjo është një titull tërheqës i fuqishëm që është konvertues. Këto tituj, këto dizajne, domethënë gati i kanë të ngjashme konvertimet, diku ndoshta mos e teproj, mirë po 90% janë të sigurta. Pse? Sepse ne si usera ose si persona zakonisht klikojmë në reklama që premtojnë shumë edhe janë me interes shumë qartë. Edhe këtu na tregon që në moment kur do e klikojmë tash, masi do e kena kriju postimin, edhe do e bëjmë reklamimin, do të thonë tek Meta Ads, që këtë më specifikisht e spjegon edhe Ray, tek target audienca, pasi do e lëshim reklamimin sponsorat, do e zgjedhim për shembull group motion, do të thonë gjinin do e zgjedhim edhe për meshkuj dhe për femra, location do i zgjedhim domethënë qytetet që i kena target, edhe interest, aty tek Meta Ads ka një opsion interest, se cilët interest ne më shumë i kena tek ky postim, për shembull është pjesa e bizneseve, edhe këtu na i ka zgjedh gjitha këto që janë domethënë interest me përmbajtjen tonë. Edhe ideal audienca, domethënë është këto që janë domethënë shefat e bizneseve, CEO-t, menaxherat, freelancerat, edhe këto domethënë që janë në kërkim që të arrisin pjesën e vizibilitetit në Google. Kjo është domethënë një prej promptave që është e gatshme. Tash çka bën ti, për shembull e merr këtë promptin, copy direkt, edhe shkon tek postimi që je duke kriju në Facebook, edhe domethënë e poston mbas kësaj. Mirë po normal ti e lexon këto në detaje, edhe e shikon që mos vallë ka diçka që ndoshta nuk lidhet me pjesën që je duke kërku, thjesht vetëm bën një ndërhyrje të vogël. Okej, kjo ishte për një prompt të gatshëm. Tash për të kthyer të promptat e radhës, kshim tek butoni këtu lart, që është tu ARPM, edhe përsëri kthehena tek pjesa e promptave të tjerë. Për shembull, prompti i radhës tjetër është për shembull kjo tjetra këtu Amazon Unique Listing. Kjo është për shembull për dikush që ka bërë reklama në Amazon. Unë personalisht nuk është që kam bërë ndonjëherë reklama në Amazon, mirë po dikush për juve ndoshta edhe mund të ketë eksperiencë për reklama në Amazon. Pastaj është tu create perfect landing page. Domethënë kjo është krijosh një përmbajtje për një landing page. Kjo është shumë e rëndësishme, edhe kjo ndoshta na hyn në punë tash. Do e testojmë një për landing page. E klikojmë të butonin për landing page, dalim tek X-i, edhe këtu na ka treguar që është i zgjedhur domethënë ai prompt. Edhe këtu na tregon një input se çka kërkon kjo si informata prej nesh, thot krijo vendose thot produktin ose keywordin ose benefitet domethënë që ti i ke. Edhe unë tash për shembull dëshiroj që ta vendos për shembull një landing page targetuar për një keyword të specifikuar, edhe dëshiroj të keywordin që dëshiroj të rankohem është SEO services in Albania. Për shembull, këtë keyword unë dëshiroj që ta targetoj për në Shqipëri, edhe për këtë keyword unë do krijoj një landing page të specifikuar, domethënë që të jetë normal sa më e fuqishme, edhe e bëj enter. Tash në moment kur e bëj enter, kjo normal fillon edhe e krijon kontentin për një
landing page. Edhe jap. Do më thënë bën content me hierarki të fuqishme. Do më thënë e bën prej hapave më lartë, edhe derisa të mrihet tek pjesa e poshtme që aty do më thënë merret edhe aksioni. E hapim në një editor, edhe këtu për shembull e lexojmë pjesën e landing page, edhe këtu tregon thotë se në hero section duhet domethënë ti vendosësh një headline, edhe këtu ti ka vendos për shembull 5 headline që ti mendon se mund të jenë për shembull të fuqishme. Për shembull kjo që janë ka e mirë, rank higher, get more leads, grow your business with SEO that works. Ose kjo për shembull from invisible to për shembull first one rank in Google. Edhe kjo për shembull mund të jetë e fuqishme si headline. Edhe pastaj për shembull mund të kena sub headline, një titull pak më poshtë që është pak më i gjerë që jep më shumë detaje. Edhe kjo për shembull më pëlqen shumë, është tepër high converting. Edhe këtu tregon për shembull pastaj CTA, call to action, cila do jetë. Për shembull e bën një buton me një animacion tek website-i, tek dizajni. Edhe e shkruaj për shembull fjalën get your free SEO audit, ose për shembull book a free strategy call now. Edhe më njëherë domethënë klienti merr një veprim. Dhe pak më poshtë ti pastaj i vendos gjërat më në detaje. Vendos një story, vendos një case study, çfarë mendon që ti e ke pas për ndonjë klienti të kaluar. Edhe vendos review-sa, vendos për shembull pikat më të fuqishme se pse klienti do të zgjedhë aty. Pastaj vendos procesi si funksionon. Për shembull në moment kur klienti bëhet konvertohet tek ti, si do t'ja tregosh procesin si funksionon, për shembull ai t'i jep dhënat, e bën pagesën, çfarë informatash duhet marrë, edhe këtu tregon për shembull rezultatet që pasi klienti i jep çfarë do ti kthesh aty rezultate. Pak më poshtë tek website e vendon dikun për shembull testimonials, reviews-a se çfarë kanë fol tjerit për ty. Pak a shumë për shembull e kam unë website-in tim personal, ose website-in e trajnimeve. Që ti pasi e nis për shembull website-in me një headline, pastaj sub headline, edhe këtu më njëherë vendos një call to action ose diçka që bëhet më e fuqishme, për shembull review-sat. Edhe këtu i ke për shembull ato pikat më kryesore, tu tregon domethënë për website-in, për trajnimin se çfarë ofrojmë dhe çfarë gjërash ka. Edhe gjërat më poshtë instruktorët, tu i kena normal certifikatat. Edhe këtu është për shembull pjesa e procesit, që ishte këtu domethënë se si është faza e procesit. Edhe ne i tregojmë domethënë fazën e procesit se si të regjistrohemi. Tu për shembull e kena çmimin, edhe e kena call to action, që në fund domethënë është një buton që ti domethënë regjistrohesh, edhe këtu në fund vendos një final call to action, që është call to action i fundit, që normal ai do e marrë domethënë veprimin e fundit. Pastaj këtë content e merr gatshëm dhe e konverton në dizajn. E tash tek ora e tretë që do e kena me Gemini, do e bëjmë një me Google AI Studio, për juve që se keni ditë, do e bëjmë aty domethënë se si mund ta krijojmë një website me vibe coding. Do jetë shumë atraktive. Edhe do e krijojmë një landing page kështu prej zero, që është high converting. Edhe kthena mbrapa. Edhe tash që koha është normal e limituar, edhe nuk mund të shikojmë për shembull gjitha promptat, mirë po këtu i shikojmë ato prompta që janë më fuqishme. Ju pastaj do i hini dhe do i lexoni detaje, edhe do i shikoni prompta që ju interesojnë për klientat e tu juaj dhe për shërbimet e juaja. Për shembull, prompt që është shumë i fuqishëm për ata që bëjnë sales, email, për shembull $1 million sales email script. Për shembull, kjo mund të jetë diçka tepër e fuqishme, edhe pse unë në sales nuk është që kam eksperiencë, mirë po thjesht vetëm sa për
për juve këtu e ofroj këtë pjesë. Për shembull, këtu thotë vendose produktin tënd, shërbimin, ofertën që ti mendon se e ke. Unë për shembull vetëm për test mund t'ja jap linkun e website-it tonë direkt, ose për shembull këtë që është në anglisht, tek website-i im personal, për shembull tek services, mund t'ja jap uh, këtë page mund t'ja jap direkt, edhe kjo ndoshta mund ta bëne një një sales direkt prej website-it tim. Ja, pra, dhe më thënë kjo tash e krijon uh, një një sales email normal të fuqishëm për website-in tim që unë i kam dhe më thënë shërbimet për sale. Edhe ja, pra, dhe më thënë ku është final call to action. Edhe këti, thënë këtë ti e merë edhe pastaj e shfrytëzon në email marketing. Tu, dhe më thënë, ka shumë. Kjo ishte vetëm sa i përket kategorisë topikut për copywriting edhe kategorisë për marketing. Këtu janë, dhe më thënë, dikun 1200 pronta. Dhe më thënë, është diçka tepër e fuqishme. Andaj, dhe më thënë, këtë extension dhe këtë website në për trajnime nuk është, dhe më thënë që në troje tona dikush e ka spjegu ose e japin fal. Zakonisht trajnimet që i bëjnë konkurenca, edhe pse s'dua të flas keq, mirë po kam qenë në trajnime tek ata në shumë trajnime edhe çka flasin janë vetëm slide. Do thënë i marrin copy paste slide-et prej Udemy, edhe thjesht i përkthejnë shqip edhe ti vetëm teori të flasin. Mua nuk më duhet teori, mua më duhet një program, diçka që hyn punë dhe bën domethënë tyra, bën diçka që për klientin është gjeneron. Kjo është qëllimi edhe për këtë arsye desha që juve t'ju jap këtë si një program, si një mekani ose mashinë ta quaj që gjeneron. Kjo do të thonë konkretisht gjeneron. Unë këtë e kam përdorur tek klientat e mi edhe ka qenë ekstrem e fuqishme. Unë flas nga eksperienca, flas nga punët e mia që i bëj për ditë, jo nga teoritë që i marr gashme. Unë bëj atë, ja shpjegoj atë që domethënë e bëj çdo ditë te klientat. Edhe që domethënë janë gjëra reale që më kanë sjell domethënë klientat dhe më kanë sjell të hyra edhe gjenerim. Shkrim e zgjedhim topikun për shembull për SEO. Edhe pasi e zgjedhim topikun për SEO, e zgjedhim tash çfarë na duhet neve. Për shembull, unë ndonjëherë kur duhet bëj keyword research, e zgjedh SEO edhe vit tek keyword research. Edhe këtu kam shumë topika, ajo për shembull që e përdor shumë shpesh është kjo për shembull e para, që normal edhe ka shumë e kanë përdorur edhe shumë, diku mbi 500.000, edhe tash më duhet ta bëj një keyword generator, kështu një keyword general, edhe e vendos një keyword për shembull një target caktuar, edhe kjo pastaj domethënë do më krijon në bazë të asaj disa related keyworda. Unë për shembull do e marr currental, një keyword currental, që është edhe keyword edhe është edhe industri. Edhe do bëj enter. Edhe kjo tash domethënë do e krijon në një listë të keywordave. Okej. Tash kjo i ka kriju disa keyworda që lidhen që janë related me fjalën currental. Për shembull, është pjesa që lidhet direkt janë booking platformat, çfarë ka tjetër diçka që edhe mund ta lidh edhe me Shqipërinë. Edhe tash pasi e kryem një listë për tyre, çka bëjmë? Shkojmë tek AI PRM-ja, edhe shkojmë pak më poshtë ke kjo keyword analyze. Tash pasi i gjenerojmë keyworda, tash do ju bëjmë një analizë me, domethënë sa trafik ka mujor, sa e ka domethënë klik për CPC, domethënë, sa e ka difficulty e kështu me radhë, detaje tjera. Edhe unë tash du ta marr për shembull keywordin
për shembull keywordin car rental in Tiranë ose in Albania që ta bëne edhe për qytet të tjera, edhe nëse klikoj enter, kjo tash do më bëne një listë edhe do më krijone një listë me 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 keyworda që atë bazën e kanë tek keywordi kryesor që unë e vendosa car rental Albania. Okej. E tash për të bua edhe ma mirë, për shembull, këta mund t'i bëjmë edhe në Google Sheet. Që t'i kena një listë, çka bëjmë? Për shembull, unë zakonisht e përdor Google Sheet. Shkoj te Google Sheet, e krijoj një të re, edhe e bëj të paste, për shembull, që për ChatGPT-s, edhe këtu i hap tabelat, edhe tash dhe më thënë e di që këtu mi ka listu një sër keywordash. E tash shka bëj? Këtu ma ka tërgu keyword type, e më thënë lojnë e keywordi, se çfarë intenti dhe çfarë qëllimi ka, edhe pastaj këtu është dhe më thënë keywordi, vetë keywordi. E tash këtu tek primary na tregon se është keywordi kryesor, është car rental Albania, renta car Albania dhe Albania car high. Ne pastaj kena keywordat long tail, që janë më të gjatë, edhe keywordat që janë based on location. Keywordat që ne i bëjmë me lokacion. E tash çka bëj? Nëse unë kam një klient në Shqipëri për vetura me qira, edhe dëshiroj t'i bëj SEO, edhe çka bëj unë? Ati i bëj një listë të keywordave, edhe për secilin keyword që tash i kam prej këtu, krijoj blogje, krijoj blog posta, edhe i postoj në website, edhe prej atyre blog postave unë fitoj trafik. Duke fitu trafik, njerëzit hyjnë tek website-i edhe duke hyrë tek website-i kanë mundësi që të bëjnë rezervime edhe kështu domethënë është procesi ku për rezervimeve fitohen domethënë klienta. E tash, ngrihem te keywordi, për çfarë të bëjmë next? Pasi e marrim një listë keywordave, edhe unë dëshiroj për shembull do nis me keywordin e parë, car rental Albania, shkoj përsëri tek ChatGPT-ja, shkoj tek AI PRM-ja, edhe tash nuk du më tek keywordat shkoj, mirëpo tash du të gjeneroj një blog. Tash çka bëj? Tek topiku, tek activity e zgjedh writing. Pasi e zgjedh writing, tash ndalin një sër prompta të gatshëm që janë vetëm për gjenerim të kontentit, vetëm për blogje. E tash çka bëjmë? Shkojmë tek e para, më thënë është human writing, edhe pastaj ka këtu dhe më thënë edhe lloje tjera. Unë për shembull do e zgjedh këtë të parën, sepse është edhe më e përdorura, ka dhe më thënë dikun të qenë ka e përdorur me mbi 1 milion e diçka, që e kanë përdorur këtë. Edhe ka pastaj edhe këtu tjera që janë normal edhe këto shumë përdorura, mirë po ne do e përdorim të parën, sepse këtë të parën e kam përdorur edhe unë shpesh, edhe është tepër e mirë. E klikojmë këtë të parën, dalim prej këtu, edhe këtu normal na tregon tagu që kena zgjedh këtë. Edhe këtu thot enter topic or keyword to start. Thot vendose topikun ose keywordin. Ne në këtë rast e kemi keywordin, e që është keywordi, do më thënë car rental Albania. Tash në moment kur unë do klikoj enter, do krijohet një blog post i specifikuar vetëm për këtë keyword, që është lidhet me car rental Albania, mirë po është blog post që ngërthen brenda saj edhe strukturën, edhe headings, dhe gjitha, dhe më thënë është që optimizume komplet. Gati për të fut në publikim, normal, duke e rishiku njëherë me detaje tjera nëse lidhet, ose nëse ka diçka ndështa që bie ndesh me klientin. Tash e bëjmë enter, edhe tash presim, dhe më thënë brenda sekondave, gjenerohet një blog post i mirë. Tash të më thënë të thot to write best quality article, try per article, ne nuk i themi jo pro, thjesht vazhdim continue, ose shkruajmë continue, kështu direkt, e marrim copy, e klikojmë continue, edhe shkrim continue, edhe japë. Tash kjo do më thënë fillon me gjenerimin e artikullit.
Okej. Tash do të thënë kjo e ka kriju një artikull, një blog post, i cili blog post i ka do të thënë gjitha standardet për SEO. Unë i kam shpjegu këto edhe në trajnime që bëj për SEO, edhe i kam edhe do trajnime falas në YouTube që i shpjegoj pjesën e blog postit, që normal është e rëndësishme pjesa headings, dhe më thënë kjo të ketë H1, H2, H3, kjo dhe më thënë i bën gatshme, edhe ka kriju një title, edhe ja pra më thënë kjo janë titles të gatshme, edhe ka kriju dhe tabel, edhe dhe më thënë është full e optimizume. Ne çka bëjmë? Në fund dhe më thënë e bëjmë copy, ose këtu më lartë e kemi opsionin, ose mund ta bëjmë për shembull direkt me selektim, që me marrë vetëm atë që neve në duhet. Ja pra. E bëjmë copy edhe shkrim në një dokument. Gjithmonë para gjithçkaje, dhe më thënë ta keni si rregull të premeje, nëse flasim vetëm për SEO, shkoni në një dokument, e vendosni paste, edhe tash tu i hidhni një kontroll. Tash dhe më thënë tu i hidhni një kontroll në aspekt të problemeve, ose për shembull në aspekt të nëse për shembull përmban ndonjë fjalë ose ndonjë përmbajtje që nuk lidhet, që bie ndesh me kompaninë ose me klientin, në moment që gjithçka është në rregull, ok, pastaj këtë shkrim edhe e postojmë në WordPress. Kjo është domethënë një mirë, po çka bën ti për të qenë pak më i organizuar, e merr të ja vendos si title, edhe çka bën, e bën copy këtë, copy link, shkon tek kjo tek sheet në Google, edhe tash këtu tek një kolon e radhës e shton një kolon edhe e shkruan blog post, edhe tash e din që për këtë keyword ke kriju një blog post, edhe që e vendos linkun, edhe këtu për shembull kësaj e bën në ngjyrë highlight të gjelbër. Edhe këtu do të thonë e din që për këtë keyword ke kriju një blog post, edhe vazhdon ti me radhë. Edhe këtu për shembull mund ta bësh edhe një kolon, edhe këtu e bën për shembull published. Edhe këtu për shembull e vënon linkun që pasi e publikon në website live, edhe pastaj ti për shembull fillon edhe në search console i shikon pjesën e trafikut, edhe pjesën e gjenerimit, edhe gjërave tjera. Ajo është pastaj proces tjetër, mirë po kjo është procesi që ti e përdor ChatGPT-n edhe extension e AI për MI-s, që kjo bën domethënë gjëra jashtëzakonisht fuqishme. Kjo është sa i përket një blogu. Tu tash kena opsione edhe për blogje tjera. Për shembull, tu ka një që ishte shumë e mirë, është kjo këtu, domethënë Smart Writer. Është i prompti këtu se optimized article for humans. Edhe këtu për shembull kena opsion që përveç se vendosim keywordin, topikun, kena mundësi domethënë ta zgjedhim këtu edhe sa do jetë i gjatë artikulli, me sa fjalë. Për shembull 1000, 2000 ose 3000, i themi për shembull 1000 fjalë, të jetë pak më e shkurt. Edhe këtu ka një diçka të bukur, është se këtu kena mundësi me zgjedh target audiencën, domethënë me vendos target audiencën që këtë keyword unë për shembull dëshiroj vetëm ta bëj për Shqipëri, pse se normal më intereson vetëm veturat me qira vetëm për Shqipëri, Albania. Ja? Edhe keywordin e vendosim për shembull. Këtu thot mund vendosim edhe më shumë keyworda. Mirë, po ne vendosim vetëm për shembull current in Albania. Edhe këtu për shembull mund ta vendosim topikun nëse title-in, edhe këtu për shembull e vendosim title-in best current in Albania 2026, edhe shkrim me klikim enter. Edhe tash kjo do na krijon në një blog me 1000 fjalë, do na krijon në një meta title, një titull, edhe një përshkrim të vogël, pastaj edhe na i bën komplet blogun.
Mirë po, normal, Keyblock është në standardet të SEO-s. Ja, pra, shif sa mirë, domethënë ka kriju edhe një content, pas ati këtë contentin e bën, domethënë në WordPress, WordPress ta lejon ta bësh, domethënë si table, si tabel, domethënë, funksionale, edhe me linkje, edhe ti aty për shembull në WordPress e modifikon edhe e bën pak më të bukur, edhe ja, pra, domethënë ka kriju një title, për shembull ka kriju një title këtu, edhe një përshkrim që lidhet domethënë, mirë, edhe ja, pra, titulli, subheadings, ja, pra, ku ka vendosur edhe këta, tu i ka vendosur një tabel me çmimet, me compare, edhe domethënë këtu ka, domethënë problemet më të shpeshta që ndodhin gjatë rezervimit të një veture, edhe këtu domethënë pyetje përgjigje të shpeshta që bëhen gjatë një kur domethënë turistat vinë në Shqipëri edhe bëjnë domethënë pyetje gjatë rezervimit për një veturë me qira. Edhe për shembull të e marrin kopi, edhe zakonisht e vendosin normal njëjtë në dokument, edhe vazhdojnë procedurën e publikimit. Pastaj pjesë tjetër janë edhe shumë, domethënë, gjëra tjera, mirë po unë do i cek kategoritë nga pak, që normal mos e teproj. Tjetër tek SEO-ja është edhe pjesa e ideave. Për shembull, këtu më kena një opsion dhe të krijojmë një plan killer 6 month SEO plan. Domethënë një plan të fuqishëm për 6 muaj. Edhe kjo ta krijon një plan për 6 muaj, vetëm ti tu e vendos vetëm një keyword. Për shembull, e vendosim current in Albania. Edhe kjo tash për këtë keywordin current in Albania do krijonë një plan për 6 muaj se çka të bëjmë ne. E klikojmë enter. Edhe kjo tash domethënë do krijon një plan të fuqishëm. Domethënë detaje me gjithçka gatshëm. Okej. Edhe na i ka dërguar edhe kompetitorët, edhe okej, tash për ta pas një vizualizim më të qartë, unë do i them kësaj convert in Google Sheet. Që ta fusim në Google Sheet dhe ta kena pak më të qartë. Okej, këtu do më thënë e kam limitin e datave, këtë e ka atash që GPT janë një gjëtë keqe se brenda një chati, do më thënë ka një limit, do të pastaj ta bësh një chat për të vazhdu tuqe. Mirë po, unë për shembull kësa i them, do i them ta marr copy kështu diçka, nëse e ka ata japra, në tabelën këtu, copy table, edhe shkruaj për shembull tek një tabel, tek një Google Sheet i ri, edhe krijoj një tabel, tu e bëj paste, edhe ja pra, do më thënë kjo tashma, unë të do më thënë do i hap pak ma gjërësisht, që të duket pak ma mirë. Pastaj tabelën ju e zbukuroni vetë, unë zakonisht gjithmonë i zbukuroj tabelat, sepse pastaj vizualisht për mua është më e lehtë, për shembull, gjithmonë titullin e rris më shumë, e bëj pak më të madhe, e bëj center, edhe pastaj këto tjerat për shembull, gjithashtu i bëj pak më dhaja, ja për kështu. Tash e kam domethënë i kam qarta gjërat, edhe këtu çka ka bëu. Muajin e parë ka thënë që fokusin do e kena në technical, edhe në website, domethënë ta tregon se çfarë do të bësh, do të bësh një full audit, ti bësh fix problemet që i ke linkat, gjërat, duplikatat, tregon ku target keywordat ku do të fokusohesh, domethënë ato janë ka target keywordat, çfarë rezultate shpret, edhe do më thënë mjetët që duhen t'i bësh këto, do duhet t'a kesh Google Search Console-in, Analytics-in, Screaming Frog, mirë po këto nuk janë edhe pa tjetër t'i kesh gjitha.
Pastaj muajin e ditë do të bësh keyword research, muajin e tretë contentin, edhe lokal, edhe ti dërgon në muajin e gjashtë çfarë bën. Kjo është një plan strategjik për 6 muaj, edhe ti për shembull kur e merr një klient, edhe i thua klientit do të krijoj një plan 6 muajor që të tregoj se si do më thonë do hece procedura, edhe si do shkone, edhe çfarë rezultatesh mendon presin, edhe klienti e ka të qartë, edhe ti për shembull e ke më të lehtë për veten tënde sepse ke fokus muajin e parë çka do bësh, muajin e dytë çka do bësh, i ke gjërat në vijë, jo për shembull ti kesh gjërat të strukturruara ose ti kesh gjërat që janë lëmshë dhe nuk kanë asnjë lloj plani strategjik. Pastaj tjetër diçka çfarë ka të fuqishme tek pjesa e kësaj, për shembull ka edhe gjëra tjera, çfarë mund të zgjedhim diçka që është e mirë, për shembull find questions. Për shembull këtu mund të gjejmë këtu çka ka diçka strategjike e bukur te kjo. Për shembull të gjejmë 10 pyetjet e shpeshta që bëhen për keywordin current tab ose për një keyword të caktuar tjetër. Për shembull, 10 pyetje të shpeshta që bëhen për nëse e marrim për karental ose ta marrim për një topik tjetër që lidhet që lidhet në Shqipëri ose Kosovë ose Maqedoni, nëse dikush mund ma sugjeron shpejt të shpejt diçka, ta bëjmë shqip, shkruani në chat për një keyword ose në një temë caktuar, që zakonisht pyesim shpesh në shqip. Në qëllim du ta bëj shqip sepse jena Ftesa dasmash? ok. Si ishte edhe një ftesa? Ftesa dasmash digjitale. Ok, ftesa. Digitale. Ok, edhe këtu dhe më thënë e klikojmë dhe më thënë enter. Ok, harova kërkim gjithë, do të bëjmë një new chat. Edhe qëfim edhe njerë të find questions. Ok, më duket si ke ka marrë komplet. Ok, ja tash. Ja pra. Edhe tash këna nxjeri për mirë po kjo nuk e morë direkt. Ok, pas kam limit edhe tek opcioni free. Edhe pse unë e kam me pagesë, mirë po pas ka bërë edhe limit. Ok, kjo është ideja, në moment kur e vendos një prompt, kjo do me thonë ti të regon 10 pyetje të shpeshta që dikush i bën lidhje me ftesa dasma, për shembull kur ka dasma, edhe ti e përdor si strategji ato pyetje të shpeshta, i përdor si strategji për krijim kontenti. Për shembull nëse bën krijim kontenti për mbajtje, për shembull si Rej për shembull zakonisht bën video content më thënë me fytyrë. Edhe Rej zakonisht inspirohet prej fjalëve të shpeshta ose prej problematikave që njerëzit i kanë, edhe këto për shembull këto pyetje ti mund ti shfrytëzosh për në moment kur e bën një video dhe në start kur nis edhe e vendos atë pyetje në shpesh që e bëjnë, për shembull a keni probleme gjatë dasmës për të kriju ftesa, edhe pastaj ti e tregon zgjidhjen. Fillim e cek problemin, pastaj e bën zgjidhje. Pastaj janë topikat e radhës që janë për programim. Të kena për shembull për këtë kod generator. Pastaj kena pjesën e all-in-one programming tools. Mirë po tash për momentin më është bloku kjo. Më ka dalë domethënë edhe pse e kam me pagesë, mirë po pas ka edhe pjesa me pagesë, se pas kam vërejt, se pas ka edhe limit. Pastaj është pjesa për SES, domethënë aplikacionet që janë domethënë
service as software as a service. Edhe këtu kena për shembull opsione për shembull build a business to business SaaS marketing budget. Dhe krijon një strategji buxheti për një software dhe gjëra tjera. Domethënë këtu ju mund të eksploroni tash për shumë gjëra tjera që këto domethënë janë besoj se do ja shihni hajrin edhe do i shfrytëzoni në maksimum. Kjo krijon edhe domethënë edhe fotografi, pastaj çfarë tek kjo ka domethënë edhe pjesë plan me kriju për shembull edhe plane për të mësuar, plane për çfarë mund të ketë diçka tjetër këtu, për propozime, këtu për shembull kjo learn from A to Z, edhe gjëra tjera që duhet t'i eksplorojmë sepse edhe unë vetë nuk i kam pa gjitha, sepse ka shumë. Jam mbi 1200 edhe nuk kam pas kohë domethënë t'i shikoj gjitha. Mirë po, këto që i kam bërë për SEO, domethënë kanë qenë brutal kanë qenë domethënë fuqishme. Besoni se ma kanë lehtësuar punën shumë edhe kanë bërë shumë punë për klienta. Sidomos ato që flak domethënë i kam përdor shumë, gati çdo herë ka qenë tek SEO-ja, e kam përdor shpesh tek writing, pjesën e create title tag edhe meta description, kjo këtu. Këtë e kam përdor aq shpesh sa që ja kam bërë ndoshta vetëm një 1000-2000 përdorimi ka vetëm prej meje. Këtë e kam përdor domethënë ekstrem shumë sepse me një prompt, e kam vendosur vetëm keywordin edhe kjo më ka kriju title tag edhe meta description për SEO. Kjo më dash shumë te klientat. Zakonisht kur krijoj blogje, më duan title tag-u dhe meta description, ose kur kam marrë një klient edhe i kam bërë audit, edhe i kam pa që faqet e tij për shembull s'kan pas as title tag edhe as meta description, edhe për secilën faqe të klientit kam kriju një nga një, edhe kjo ma ka lehtësuar jetën, që kam ardhur edhe kam fut vetëm keywordin e klientit edhe kjo mi ka kriju një nga një për secilën faqe, edhe domethënë i ka kriju shumë profesional. Se sa për shembull tri unë të mendon vetë me mendjen time se si ta bëj title-in edhe gjëra tjera. Kjo është domethënë sa i përket këtij programi të fuqishëm AI për MIS, është një super platform edhe extension që futet brenda në ChatGPT edhe pastaj bën domethënë gjëra shumë mëdha. Vetëm se do ta keni kujdes se është me limit, domethënë ka limit për free versionin, kështu që duhet ta shikoni pastaj ju se sa është limiti, sepse edhe unë nuk e di tash kohë në fundi se sa e kanë bërë limiti, sepse më përpara ka qenë domethënë shumë ma versionin e ka pas shumë ma tjerë sa i përket përdorimit. Okej, kjo ishte gjitha sa i përket AI për MIS në ChatGPT prompta. Si u duk edhe a keni ndonjë pyetje deri tash? Edhe mund t'i ngreni duart edhe mund të bëni pyetje lirisht për çdo gjë, unë ju tregoj edhe ju jap strategji. Shumë qartë më duk edhe goxha ndihmuese mendoj. Edhe nëse do të bëj një website, mendoj të ndihmon goxha. Pa, Mendoj se është goxha ndim. Tek pjesa e website-it për shembull, çfarë topik mund të duhet të vendosim te pjesa që duhet të bëjmë website. Te SAS apo? domethënë edhe tek SAS varësisht tash nëse ke SAS i më shumë është për pjesën e software as a service. Më shumë dëshish tek software application, Okay. edhe tek software engineering. Në ato i ke këto pjesët e full stack gjërave. Okay. Mirë po, këtu fokusin nuk do ja jap shumë kjo gjenerimi i kodimit, sa do ja jap tek ligjërata e tretë ku do e bëjmë me Google AI Studio. Aty domethënë do e krijojmë një website prej zero me web coding. Kështu që aty rini gati për atë pjesë. Okay. Po ky topik është përgjithsisht për website, domethënë nëse i prit ide për website. Po, nëse do një ide për website, zgjedh këtu topik. Okay.
Okej, po Arbiona, Mirë mbrëma. mirë Faleminderit mbrëma. shumë për prezantimin. Kam pas dëgjuar për këtë AI PRM para 2-3 vitesh, më duket, nuk e di, shumë herët, por e kam pas lënë pas dore dhe fakti që po e shikoj se sa shumë e, e ndihmueshme që nga bërë për punët, po më gëzon, sepse shumë çka unë e kam kryer manualisht. Mirë po, kam një pyetje, të lutem. Kam ndërtuar Po, website edhe e kam ndërtuar duke i dhënë prompte të pafundme ChatGPT-s dhe Cloudit. Mirë po, tani që shikoj nga puna që ti po tregon është shumë më efikase kjo, se sa duke biseduar me të me orë të tëra. Dhe fiks. tani unë i kam ndërtuar website-et, mirë po, duke i krahasuar nga njëra AI në AI tjetër. Mirë po, dua tani ta krahasoj në bazë të këtyre prompteve, sepse këto duken më të besueshme. Mirë po, tani unë nuk di si ta realizoj, të marr screenshot të gjithë faqen dhe ta t'ja bashkangjis njërin prej këtyre prompteve për të ma krahasuar, për të ma testuar nëse është e duhura ose nëse ka problematika, çfarë më sugjeron? Sepse unë tashmë e kam ndërtuar, kam bërë gjithat mund, po Po, nuk e di po. sa e saktë është. Okej, të kjo pjesë ta kisha sugjeru Claudi. Do të thënë, Claudi është gjigant në aspekt të vlerësimit. Është më e fuqishme se sa ChatGPT-ja. Nesër, do të thënë, ligjëratën e nesërme do flasim për Claudin, të si të Po, krijojmë sistem, si të krijojmë, do të thënë, sistem edhe si të krijojmë një strategji me cloud që realisht aty do e shikojmë edhe nëse normal nuk e ke problem ti bësh share website-et. Nëse janë klientave dhe nuk normal nuk ka qasje, nuk i bëj mirë, po për pjesën e krahasimit ta kisha sugjeru cloudin, ndërsa për website-in tënd, për website-et që i ke, kisha sugjeru që ta përdorish tash topikun e SEO-s. po, Edhe të fusish tash, do më thënë, content pjesë SEO-s për website-in, edhe t'i përmirësosh contentin. Për shembull, tek pjesa writing, ke këtu një opcion, është shumë i mirë, ke një opcion, vetëm ta gjej një sekond, është, do më thënë, uh, uh, vetëm pak, sa po. ta gjej, do më thënë, krijosh content direkt nga linku i një website. Uh, Nuk po e gjej kam datë tu. Ose të keywords, ja, pra, këtu do më thënë, një sekund tash, vetëm do e gjej tash, sepse ka shumë edhe në herë edhe unë nuk është një opcion from keyword. Ose për shembull mund ta bësh edhe këtë pjesën e competition analyze, për shembull ti vendosësh konkurrencën e website-it klientave që i ke kriju, edhe ato do të thënë ChatGPT do të bëjë një analizë të konkurrencave se çka kanë ato më të mirë se sa website-i jot, edhe Okej, aty për shembull mund ta bësh dallimi. Mirë një po, ide shumë. do e shikojmë nesër mbrëma për një prompt që do e krijoj unë për pjesën e krahasimeve dhe të vlerësimit të website-it me AI. Faleminderit shumë. Faleminderit. S'ka përse. Shpjegim super, por nuk e di a do arrit të bëj vetë website. Uh, Nëse për ligjëratën e tretë me Gemini, do të thënë me Google AI Studio, do të thënë jam i sigurt 100% që do arrish vetë ta bësh website. Nëse edhe nëse do të thënë mund të premtoj kështu, nëse nuk arrin ta bësh ti website-in vetë 100% me AI, unë do të thënë do
s'di çfarë bëj diçka që të t'jap kështu si premtim. Kështu që jam i sigurt 100% që do e bësh website-in vet, sepse është shumë e lehtë me Google AI Studio. Dhe është një proces jashtëzakonisht i fuqishëm. Domethënë do e krijojmë një prompt kështu general, që është në detaje, edhe me një prompt do krijohet komplet website. Thjesht vetëm shkojmë edhe e bëjmë deploy live në website, ja dërgojmë klientit brenda një dite klientit ja dërgojmë website-in, ja marrim për shembull lekët 300, 400, 500 euro sa ja kena kriju website-in vetëm për një ditë. Kështu që tash është bë lehtë për të kriju website, mirë po është bë rënd për gjetë klienta. Për gjetë klienta është shumë e rënd, mirë po për ta bë punën është shumë e lehtë. Kështu që nëse din gjesh klienta, ajo është arritja më e fuqishme se sa të bësh website. Kështu që fokusi është kohën e fundit me gjetë klienta. Andaj strategjia që mundohem unë dhe Rejnë për trajnime, t'i bëjmë është më shumë është se si të gjejmë klienta. Kjo është shumë e rëndësishme, sepse tash për të kriju një website, thjesht vetëm me një prompt brenda ditës se ke website-in e gatshëm, edhe ja shet klientit dhe i fiton 500.000 varësisht sa i ke dhënë në ofertë. Pyetje tjetër? Okej, atëherë nëse s'ka ndaj pyetje tjetër, nëse mund ma konfirmoni tash këtu në grup ose me një reaction like, dhe më thënë, si e vlerësoni ligjeratën, a ishte e benefiqme dhe a ja vlejti që hynët në trajnim të normal, feedbacku juaj është i rëndësishëm për neve që të përmirësohemi. Ok, super. Atëherë në grup, unë do ja dërgoj edhe këto linkjet, edhe do ja dërgoj një PDF me prompta të gatshëm. Që këto domethënë janë edhe jashta kësaj AI PRM-it. Këto janë domethënë thjesht copy paste, ti vendosësh ti në në link. Ok, super. Besoj se do përfitoni sa më shumë. Besoj që një website tash e dini te cloudi nesër do krijojmë strategji dhe sistem se si punohet në jetën reale, si punoj unë për shembull për klientat aktual që i kanë, ndërsa mërkurën me Gemini do e bëjmë me Google AI Studio një website komplet prej zero, edhe do të thonë website me landing page të profesional, me landing page shumë profesional. Ok, ju falenderoj shumë për reagimet dhe komentet. E vlerësoj maksimum, shpresoj që të dilni sa më të kënaqur. Për çdo gjë, nëse keni probleme gjatë instalimit të extension, gjithërisht mund të shënoni në grup edhe jam i gatshëm të ju ndihmoj. Andaj ju falenderoj edhe një herë që ishit prezent, që u bët pjesë e këtij trajnimi dhe shihemi nesër në orën e radhës. Natën e mirë të gjithëve. Mirupafshim. Natën, shumë faleminderit. Natën e mirë.